Ajo që po u tregoja që parë, pra, është gjithë kjo superfaqja këtuja. Nga atje në fund të ka makina verdh dhe gjithë brenda 700 metra katror. Kjo është një ide biznesi për ju që mendojnë biznes. Kjo është dyqani suvenirëve më i madh në botë që kam parë ndonjëherë deri tani. Nuk e di nëse me një video të gjithë këtën që shohim këtu, duhet jenë rreth diku te 500 deri 700 metra katror dyqan. Tani kjo është një pjesë. Kjo është fantastike, nuk e kisha parë kur. Këtu jemi në Costa Rica, jemi në krahun e vulkanit Arenal. Domethënë kush vjen për të vizituar vulkanin Arenal, patjetër që do gjej këten dyqan suvenirësh. Nuk mbaron me kaq, Prisni, ka akoma. Prisni ka pjesa këto më dhe më të bukura. Dale, shiko. Kjo është pafund. Është pafund, është pamundur që këtu të hysh të mos gjesh diçka për blerë, shoh. Është pamundur. Dale, se s'ka marrur, dale. Duroni, shikoj video deri në fund, se s'ka marrur. Nuk ka marruar. Kështu se është gjithë deri në fund këtej matan. Pastaj ka dhe pjesën jashtë. Këto që janë të varura këtu, ku është pa fund. 700 metra katror dyqan. Këte se kishëm parë kur asnjëherë. Këte në as Blendi Fjestiu se ka parë. Blendi ta kemi hedhë brazer. Quhet artizania e Costa Ricas. Do të thënë kush vjen për të vizituar, thash edhe një herë, vulkanin Arenal që kemi këtu afër, sepse jemi poshtë vulkanit, do të thënë fillim malit, është pa mundur që mos ta shikosh të dyqanin. 700 metra katror vetëm me produkte lokale për suvenire. 700. Po e dëgjuat mirë, 700 metra katror. Dhe ne më thani më tregova. Kështu që i bëri gjëra tamam, është pa mundur që të hyj njëri. Edhe unë erdha për të bërë videon për juve, tani jam detyruar të blej në gjë këtu, është pa mundur të dalësh pa blerë në gjë këtu.